ka njerëz që pëlqejnë të lexojnë libra për telefon. Ka, domethënë, edhe për efekt shpejtësie dhe efekt që ta kem kudo që jam, libër me vete, po unë gjithmonë, madje u ka rastisur edhe këtu një person po lexonte librin në telefon. Edhe bashkëpunëtori im e tha, jetë duke bërë gjë më kontradiktore. I ul në një kafe librari edhe po lexon librin në telefon. Po më fal, librin kur ti e lexon aty, do të lidhet shumë nuk shumë kur shpleton. Ose erën e letrës, nuk ha dot në telefon. Që është e pazëvendësueshme libri. Drejtora Golli, qendra e krijimeve të tij në librarin që sot administrohet nga nipi i tij, Emila Golli, librari ndër të parat e viteve 90. Emili na vën në dije sot për kthimin e librit të Drejtora Gollit, Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo në italisht, ku më parë e përkthyer në gjermanisht, frëngjisht dhe në gjuhën kineze. Ambiente të rikrijuar tashmë në struktura të reja komoditeti, të librarisë dhe kafes, të pirë diçka duke lexuar. Emila Golli, kërkimi i librit është rritur si në blerje, ashtu edhe në të kërkuarit për të lexuar dhe pa e bler atë. Ne do e pasurojmë librarin edhe me libra të gjuhëve të huaja. Kam 5-6 vite që punoj këtu momentalisht dhe mundohemi që të mbajmë librarin në këmbë, mos ta lëmë forcën e librit të vdesit, pra. Are you from and who you are? Actually, my name is GGW. I'm from Pakistan. I'm student over here, and I mostly come over here to read books because I love to read books because I think people forget to read books, but I love to have books and with your coffee. Për t'i afruar njerëzve në mënyrë të përshtatshme dhe komode si kafja, si këto tavolinat që ti ke përballë. Ne mundohemi që të krijojmë një ambient sa më të rehatshëm për njerëzit, sa më artistik, që dhe ato që vinë, që ulen, duan të punojnë, bëjnë diçka, një krijim të vetë, një diçka të jetë më të frymëzuar, pra, të më të frymëzuar. Ti më thon këtu përveç se mund të pish një kafe, po mund të marrësh edhe një libër dhe kurtë Drejtora Golli. Drejtora Golli i Shqipërisë tonë. Shkrimtari ynë Drejtora Golli jetoi në vitet 1931-2017 në Tiranë. Ai ishte poet, prozator, publicist dhe politikan shqiptar. Veprat më të rëndësishme janë përkthyer në perëndime në lindje, ku mund të përmendim Pelegrini i vonuar, Trëndafili në got, Njeriu me top, Nëna Shqipëri, Komisari Memo, Zhurma e erave të dikurshëm, Shtigje malësh dhe trotuare, shkrimtari u nda nga jeta në moshën 85 vjeçare. Do jem larguar në tokë i tretur si të tjerët. Në kafenen e preferuar nuk do më njohin kamarierët. Dhe në për udhët ku kam ecur, s'do ndihet kolla i me thatë. Mbi varin tim dori i heshtur, një kiparis si murgindrata. Ti do trishtohesh atëherë, se s'do më kesh në dhomë gjallë, dhe kur në gjam të fryje era, do qash me erën dal nga dalë.